Ai ishte kërcenimi i gjestit që është thyu ta marrë këtë vendim, çfarë ndodhi e çfarë detyroi Eglin të largohej nga Big Brother. Egli Thaku vendosi të largohej nga Big Brother VIP në një vendim që shkaktoi shumë diskutime mes tifozëve dhe në media. Pas largimit të saj, gjesti u pa duke biseduar me Rozanën në borën e shtëpisë ku ndau mendimet e tij për situatën e djeshme. Gjatë bisedës ai pranoi se kishte parashikuar një gjë të tillë dhe se kishte menduar që ose ai ose Egli do të largohej nga shtëpia. Ai theksoi se për këtë ka folur edhe me Eglin, por tregoi se guximi i saj për të larguar ka qenë një veprim që e konsideron të mençur. Gjesti shpjegoi Rozanës se kishte vënë re disa shenja të vështira në sjelljen e Eglit që kishin bërë të mendonte për një ndryshim, teksa tha: "E kom ditë që del. E dija se kur shkova në banjo e pava një herë këtu të vjell, kur gjon s'ka pas me vjell", tha ai duke treguar se ndjenjat e stresit e të nervozizmit e kishin prekur Eglin, teksa vuri në dukje se ai kishte vënë re disa veprime të saj që tregonin se ajo përpiqej të ndihmonte veten, teksa tha: "Nuk është thjesht fakti që nuk qet lot, ajo ka emocione të brendshme që i ndjen", tha ai duke shpjeguar se ndjenjat mund ta kenë çuar në këtë veprim. Për të ishte e rëndësishme që Egli të gjente paqe, stabilitet emocional, teksa e konsideroi këtë të domosdoshme duke u shprehur: "Duhet të mendojmë për shëndetin e saj mendor dhe emocional. Unë sot e pata njët, ja unë në këtë shtëpi, pasha një zot po", tha ai duke plasur bombën e duke u shprehur i shqetësuar për ndjenjat e tij, atmosferën toksike që ishte krijuar ndërmjet dyshës në shtëpi, teksa pranoi se nëse do të kishte ndodhur një gjë e do të ishin përkeqësuar si këto 10 situata, do i kishte thënë Eglit, një ndërmjet të dyve duhet të largohej. Gjesti tregoi gjithashtu edhe disa situata ku përmendi shëndetin e Eglit, i cili 2 ditët e fundit që pas prajmit ku diskutua nishani që sipas tij s'duhej të diskutohej, nuk ishte as pak mirë. Edhe në misin që u improvizua në shtëpinë e Big Brother, ajo qëndroi e ulur pasi nuk kishte fuqi, teksa Gjesti tha se të gjitha këto kanë ndikuar në largimin e saj.